Shikues të nderuar, përshëndetje nga Oda e televizionit DTV me emisionin ton Vlerat e folklorit, si gjithherë me musafir me rapsat ndryshëm nga trojet e ndryshme shqiptare. Kësaj radhe pak për dallim për tjerave, e kemi një grup rapsadësh nga treva e Pollogut, apo dhe nga rrethi i Tetovës. Edhe historia është mësuese dhe lidhse e jetës që i përcjell historitë ndër breza. Atëherë, edhe na i kena bo do vite, edhe musafir të i kem nga një territor apo nga një trev, e cila doherë ka qenë bajagi e vorfun me këngëtar, me instrumentalista, edhe na kemi pas nostalgji të madhe kur kemi shku në anën e këtyne me knue, besabece dhe imi mërzit, kur imi këthyje qaq muhabet që na kanë bon, edhe qaq një nostalgji që kemi pas për atë trev, sepse ju ka mungue, më stamune, kështu rrejsisht, po kanë pas munges të këngës e të folklorit. Po dashti Zoti, unë runë kohënat, edhe erë liria, edhe para lirijës, po sidomos mas lirijës, gufoj folklori, kultura, edhe e Pollogut, e gjitha treva shqiptare. Pra, sot këtë emision na vin grupi folklorik Pollogu i rrethit të Tetovës. Unë para se mi thonë mirë mbroma, do t'i tregoj me emna për shikues kush janë grupin e Pollogut sonte. Selatin Veliaj, mirë se erdhe. Faleminderit edhe ju, mirë se gjetëm. Faleminderit shumë. Muzafer Murseli, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm dhe gëzohem që jena misafir të programi juaj. Faleminderit shumë. Lukman Idrizi, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Mestri i harmonikës, Muzaferi i violinës. Edhe Rustem Nuhiju, mirë se erdhe, Rust. Faleminderit shumë. Islam Hamiti, faleminderit, mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Kena që ka me folë shumë e shumë. Mirë po, kësaj radhe, këta pak, do t'i mundojna me biseda, me nga të regu pak për folklorin, për aktivitetin e tyne, besabes edhe për traditat e folklorit, që shishin do herë edhe ma herët, i mojnë men këta mirë. Sel, ty të kanë qitë si presi grupit, po mduket. Tregona pak për këtë grupin e ju, një herë funksionimi i grupit, kur keni fillu bashk me punu, edhe që shpesh kanë puna. O, me disa pikat shkurtra. Si i vogël e kom pas hobi këtë përndryshe, ne nuk më varna shumë prej folklorit, po më varna se kemi në shpirt, edhe do me thonë si fillimisht, prej vogjlije folklorin e kom pas shpirt. Përndryshe do të tregoj për grupin ton, gati ka disa vite më parë, do të them, që jemi formu si Shahirat e Pollogut, ashtu ja kemi vonë emrin grupit, se për Shahir ndoshta duhet shumë ma tepër të punojmë, po edhe punojmë, falë Zotit kemi shnet, inshallah Zoti na jep shnet dhe ma të tje, edhe që 4 vite ne funksionojmë çdo persona që jemi. A një ofër me vendbanime, me vendbanime, jemi prej, po, unë jam prej fshatit Trebosh. Trebosh. I lindur, po. Musaferi, Celi, ne i thuna si shkurtimisht, Celi, po. E kemi pa qeter këtë të përmendim. Me përmend. është nga fshati Shemshov. Lukman Idrizi është nga fshati, do të thonë lagja e Tetovës, Reqic e vogël, i thunë se ka dhe Reqic madhe, fshati. Ki është para Reqicës madhe, do me thonë lagja quhet Reqic e vogël.
Tash do të kthehem si e kemi më afër e kam Rustemin. Me Rustemin kam kënduar edhe më përpara, do me thonë para se me këta, ama du ta ceki Lokmanin e kom pas më përpara se Rustemin. Po, atëherë kom pas, do të them 12 vite. Bile disa ditë kemi bisedu që ashtu në vite një bisedë. Rustemi është nga fshati Zhelin dhe me dep Islami është nga fshati Shemshov, po ashtu si nga fshati Zhelina Muzaferit. është komunë? Po. Treboshi është, po ajo Qites, do të thotë. Qites, po. Më falë, Qites është, po. Edhe kushtet i ka si komunë, do me thonë, fshati Trebosh i bjerë komunës së Zhelinës. Falenderojmë Ilazin, vllavin e vërtet? Po, Muzaferit. Ai për ndryshe ne dështjesën mesin tonë, mirë po emocionet e bëjnë të veten, ashtu. Falenderit ti në respektove shumë si rapsot, si grup, edhe po ashtu të falenderoj shumë që respektoj edhe vllavin e Murselit. Është Ilazi, mirë gurbeqar, dashamir i folklorit, edhe në ndjek du të them se ajo është si iniciator që 4 vite për shembull që jemi që na bashkë. Që 4 vite nuk ka ahengje, nuk ka darsma. Ish alergjik pi kamera, Ilazi. Po, e përshëndesim Ilazin, po, se s'na bashkanjeri. Edhe Kiquni pjarremin. Argjent Avziu, edhe ajo dashamiri i folklorit, edhe mendojmë që të bëhet si rapsot, si këngëtar i mirë, dëshiroj të bëhet. Bravo, na bënë një prezentim shumë të bukur, shumë të mirë. Po, falenderit. Shka që e meritoni edhe ma shumë, sepse keni bo një rukëtim bagi gjatë, me në nderu neve, e me nderu edhe shikusit. Dalmi pak të puna ju, i tash aktiviteti ju, po mbani ushtrime bashk, po kontaktoni bashk, po bëni me kongë të reja, me materiale të reja, që shi keni punë? Na i kemi punë të kështu, do me thonë, gjdo punë ka sakrifica. Mirë po, ne aqë jemi të zonë edhe me punë private tonat, për shemull, si unë, si krejt këta. Po, i përmenëm. Mirë po, gjejmë kohë dhe aqë jemi që e kemi në shpirt folklorin, edhe gati gjdo dinat ne bëjmë ushtrime në kohën e fundit, po, tash edhe në kohën e dimrit normal, kur ka, ne shkojmë edhe në përdarsma. Apo keni darsma? Po, i përshëndes krejt darsmore që na kanë thirrë dhe ato që do të na thirrin. Edhe, do me thonë, ka mundim. Është, pa punë nuk mund të arrihet diçka. Edhe falë shokve jemi të një zonit, kritikat i kemi ndërmet vjeti, mirë, po nuk... Po, këshillat, do me thonë, këshillat e mira. Edhe asë njëherë nuk kemi, do me thonë, kemi xhelozi njëni tjetrin, por kemi xhelozi për punë të mirë, me punot mirë. Kjo e manë grupa, kjo e manë grupa. Muzafer, edhe Lokman, du mjë vetë ju dy, më na tregu pak për darsmat e hershme qysh kanë qenë edhe qysh tash, që shenë bonon t'ju atë darsma. Do me fillu unë apo? Qëllit do, të dë. Pasit darsmat më i vjetri jo në ki. Darsmat e përparshme jënë kanë në përsoba, jo si tash në restoran shkojnë për para jënë kanë, për thëna darsma ka fillu të mbërkurën, deri të hanën. Deri të hanën. Po, të na. Tash më i rënditi këtë me rëndë... Deri sa oda, na i thërë po unë i kumë brinjë, për thëna 12 soba, i kumë brinjë të na... 12? Po, 12 soba, i kumë brinjë. Okej, amë unë i kumë brinjë që i kumë bo vetë, për thëna që i kumë kanë prezent në të... Darsë. Që i ka përjetu. Që i kumë përjetu atë gjënë. 12 soba, kanë kanë, kemi pas një kodë gjatë, kemi shku, mësa i gurbeti e bëni vetën. Unë i mbeta vetë, u taku me këto, u bashku më prapë, e në nisëm që ashtu.
Apo bojnë që si darsma? Tash jo, nuk ka si darsma tash. Tash tregoj darsma e restoranit që atish. Na Tradita o bojnë njëjtë tash, edhe në të kuptimin. Një dit para darsmës në thirin. Ka na i thonë qeshkek, na. Që e përgatitit, që bëjt dhëndët. E atë natë thirin, falë se... Po, falë. Ne bisedojmë. Pasin lokman, se kja ma i vjetër pak pine. E bëjnë, do me thonë, në borë thirin burat. Edhe përgat shoshnia e dhëndrit. Me ba dhëndër, do me thunë, ka ne i thunë trash. Asoj nate, do me thonë, e përgatitin atë qunin që do bëhet, do martohet, bëhet dhëndër, se do me thonë, edhe ka konak atë natë kretë shoshnia edhe miqasia, më lidhen burat, edhe ka muzikë folklor. Qëta që kanë thekë, se në kotë fundit kanë fillu me në gjallë folklorit. Po, konake, na për dhoma kjena. Shembull për qef, kanë ardhur gurbetit diçka ose do një fejes dikush edhe kam qef thot në dhomë, thot si në konat e përpara ta bëj thot në shtëpi, thot kam qef. I zhvillojnë ato tradita. Edhe pse shkurt. Tash më hit ja marr fjalën. Se fillim kur e fillove, thaj se shahirat kanë mungu ka ana jo. Po. Kanë mungu, po edhe ka pas shahira, po unë kumbri, se unë jam i 66-ës. I kumbri edhe korat e monizmit këqia, dhe me thonë. Ne kemi knu në përdhoma fejesa, kur kemi shku në ushtri, ishtë Jugoslavi, dhe unë e kumbri atë e ushtri. Edhe kur vike shëmull thirja për në ushtri, a i zoti shpi, sirë këtë ke gjallim shko në ushtri, thë kam qef me mlidh, thë ke shoshni me këndu. Po si këndojshna, kena vu perdit, kena mshel gjamat, se ndoshta e kanë njoftë që mullë ish diktatori, thujnë, Gjagji Envere, dikush e ka pas, që mullë e ka pas edhe herojt tonë, Shqipëri, se edhe të Kosovës pa marë parasysh, ne kemi pas, për foli për në Maqedonisë, ndoshta edhe në Kosovë ka qenë qashtu e njëta. Qashtu ka qenë. Shkurt e Feza, 81 e këndej ka mbajtë në një koncert, ne me mishe me shpirt kemi ardhë, me sakrifica dhe të na maltretu policia rrugës. Koncert në salë, në Prishtinë dhe kemi marrë pjesë, për qefit. Po i kemi mbajtë notat më shefta, që ato kangë që i kina knu, po më shefat kina knu. Po qëtash, njëtën gjë kanë fillu ta prezentojnë, ta bojnë, ta realizojnë, po si e realizojnë, tash haptas, tash ka me fshetësi, falë gjithë sakrificave që i dha populli, që mundu, që na prundër i këtë gjendje, edhe e mbritëm një kohë shumë të mirë që sot mund ishtë ta shprejsh qdo gjatë që ta do zemra. Qka do kjo me full kjo. Edhe konake kemi na përdhoma, si thash, kur vjen të gurbjetit, po edhe darsmat, kur i mbajnë edhe në për restorante, shembull ka dikush në paus buka, se në një paus të orkestrit, se tash me instrumente më popullore, moderne, ka një paus një 2-3 orë, thot kam qef, thot me qitilia folklore, edhe me zërim, normal. Kemi pregatitje zërimin, shembull këtë që marrim pjesë dhe funksionojmë. A ka pelivona? Pelivona ka pjesë e jone, po logët, ka pjesë e jone, po logët, do një merakli shumë që jashtë, e banë edhe atë gjanë, e banë. Po, shtash e banë, po. Dhe ati zgjatë ajo, shumë 2-3 dite e darsma dhe me verë edhe pelivona, edhe sportet tjera që e banë kornet e darsmave, po pjesa e Zhelinë e andej ka pjesë e Shkupit, sot asaj dite me pelivonat vazhdojnë. Vazhdojnë. Ka ona e Dervenit. E Dervenit, po. Selo, tregona pak për aktivitetin e juj si grup, a këni morë pjesë, a mërë një pjesë më nëj festivale, më nëj gjirim televizioneve, apo... Po, kemi marë edhe për para të Shari Këndon, kur është mbajtë... Tetov, po. Gati 3-4 ditë ka zgjata jo. Dhe me thonë, herë shumë grupe ka pasë ati. Për para e kemi pasë, unë për të fshatit tim, për shemë karjedh për fshatit Trebosh, Shoqëria Kulturore e Fanolit, deri vitin 1999, edhe tash nuk funksionon ma, jo? Edhe kemi marë, si grup kemi marë. Edhe në qera venda. Edhe në qera venda, në Stru, për shembull. Celi, Morseli,
edhe Lokmani në qatë ko për shemëll ku kanë konë edhe me do rapsot qerë, këtu të ju në Kosovë. Po, kanë të shota. Të shota. Hajde të regona pak pleqët e juj. Kavallat api përdorin, a ju kush i ka përdor pak së shkurtimisht? Të unë ma shkurt, me pika shkurta, baba im indjeri, edhe minxha po indjeri. Normal, pak kjo rjedhja si rapsot une, normal rjedhesh edhe prej familjes. Po, prej familjes, po. Për para, kur jenë bëha darsmat në kohën shumë ma për para, ma heret, pa lindë unë për shemull, babajnë edhe minxën i kanë ftuar në për darsma special. Kush o konë baba? Recep Veliju dhe minxha Veli Veliju. Të di vlezërit i kanë ra edhe fijeve, do me thonë, e dish është... Jo, fijet janë gata, ka 1 metre, po, 1 metre i kam në shpija ta, edhe kavallë. Fijet, sa fije? Po, fije janë prej alumini, jo të bakrit janë faktikisht, bakrit, edhe fijel prej druri, i kam krejt instrumentet, i kam të babës, i kam krejt në shpija. Ata i mbaj... Me pas dit, për së kimi dit me ne prezent. I kam edhe do me thonë se fijet shtremohen nëse nuk kanë, për shemull, babaj më ka mësuar prej atër, nëse nuk kanë kanidru, për shemull, mes që më lakohen. Se bakri do me thonë prej temperaturave, ashtu, si më ka të regu. Edhe fijeve pak jam mëndu ndo njëherë mirë për s'kom pas shok. I mbaj mend për shemull babaj, une deri se kom pas për shemull 10 vite, 12 vite, i mbaj mend disa darsma, i kanë shumë me zorë, po ishin me vjete, me ze i frishin, mirë po ishin shumë do instrumente dhe shumë melankolike, do me thënë. Po bisedojmë për qëto instrumente shumë karakteristike, po teorikisht për fat keq nuk pishohmi, ta kisha dit me tonë, meri me veti, se kena me vojt. Po, i këshumë marë me gjithë qef, po nëjherë, po. Ne mendojmë se me gjithë respekt, i përshëndes edhe krejt stafin për këtu, që respekt pikspari ti dhe krejt stafit. Publikusht po e thëmë që ato foto, dërgoja regjijës këtu në televizion, në të nejfokusan lutëm. Do mundohëm, do me thonë për fijet, se kavallit... Që ato fijet, fijet, po. Fijet. Më na i dërgu, regjijës mja dërgu, edhe në prapa skenë, prapa virë shana të foto. Niko pak maj, do me thonë një fjell që e kom pas, i kom ra dhe unë e ka pak, për ndryshe me mësimin e babajt, i kom ra pak mirë, po e lashat instrument edhe e kishëm shpirt qiftelin edhe qiftelin, pastaj sharkia e violine. Po tash mështë jamon mi kongës, se shikus në presin edhe kongë me ju prezentue, ka një urim për fund të bisedës? Për në shfar aspekti urim? Me përshëndet dikon? Po, njerët pikësparje përshëndesim Hoxhën Yunus Lekën. Yunus Lekën, faleminderit. Po, i përshëndes të gjithë dashamiret dhe rapsodët folklorik, në barë në Macedoninë dhe në Kosovë. Keni gurbet dikon, keni gurbet dikon. Po, kemi në gurbet e përshëndes një rapsot nga fshati në Rasht, Nero e ka emrin, ashtu e di se e thiri që ashtu, që e ka, Nero, a i ka kënu me rapsotin Bakiu, nga fshati në Rasht, dhe Bakiu Indjer është. E përshëndesim Nerën krejt stafi grupi, se në përcjell kur vinë edhe vinë në përkunafe. Ne i kini zgjedh pologut, apo? I kemi zgjedh kongë pologut sa jemi mundu. Faleminderit shumë, pra pjavlom radhën tash juve me kongë të pologut, se ju presin edhe shikust. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe njëherë, në respekt, edhe faleminderit edhe prej Lazit edhe njëherë. Edhe, po, i Lazin, po ka emocione nuk vini i Lazin. Faleminderit shumë. Po, faleminderit shumë.
ka e male kodra, ty me plakin a unë të roga. Ushtoj vendi anë ban, u që keja po luton. Ushtoj vendi anë ban, u që keja po luton. Kam janë shumë shqiptar, natë e diti me pushkën e dorë. Kam janë shumë shqiptar, natë e ditë me pushkën e dorë. I kanë qenë shvishe këtë bres, zdurojnë krala, zdurojnë bres. I kanë qenë shvishe këtë bres, zdurojnë krala, zdurojnë bres. Valtë qetës ku shprinoj pari, servet shabani, aj prik shqiptari. Nato male pjesh me shkrepa, kurin shqipe to me di trena. Nato male pjesh me shkrepa, kurin shqipe to me di trena. Të dheut, non e nderit jalan dheut. Qunu tunë trimat e dheut, non e nderit jalan dheut. Non e nderit jalan dheut, janë sterni pa e skender dheut. Non e nderit jalan dheut. Skender beu. Jamadani me kapake, me kapake. Jamadani me kapake, oh, hajde lana, deri me pake. Hey, hey, hajde lana, deri me pake. Terim pakin ja, nisa hate. Terim pakin ja, nisa hate. Oh, jama shumë se mi dakike. Hey, hey, jama shumë se një dakike. Jo ma shumë se një dakike. Jo ma shumë se një dakike.
patriotike. E kam mendjen vaj me grabite. E kam mendjen vaj me grabite. Kam mendjen vajes med grabite, med grabite. Kam mendjen vaj med grabite, med grabite. Kom shoj zotin djal, luje fike. Kom shoj zotin djal, luje fike. Kom shoj zotin djal, luje shpate, luje shpate. Kom shoj zotin djal, luje shpate, luje shpate. Sa shkolloj me grabit e fate. Sa shkolloj me grabit e fate.
mbushet gjenemia, me kërthona nuk mbushet gjenemia. Oj dora me kon, oj dora me kon, oj dora me kon, oj dora me kon. Ku jemi dini që ta kam dhënë, ku jemi dini që ta kam Mindilin e ka, mindilin e zevaj, mindilin e ka, mindilin e zevaj. Ditën e mërkurme qata do t'jaj, ditën e mërkurme qata do Mindilin e ka, mindilin e zeroj, mindilin e ka, mindilin e roj. Ditën e gjumos me qato do t'loj, ditën e gjumos me qato do Mindilin e ka, mindilin e se kam, mindilin e ka, mindilin e se kam. Se për ti oj djanu se ka me arë, se për ti oj djanu se ka me
kamare u do gjema, mali me kamare u do gjema, larg për vilatit me hoqema, larg për vilatit me hoqema. Shikos të ndërum, na do të përfundojmë emisionin, po qysh me përfundojmë emisionin, nuk e kam njetë me elan me përfundojmë emisionin këta këngëtarë, këta musafir, pa na iknu një këngë polifonike kështu me du në vesh, syl që begon, të të varë që po logë që shoknu do here. Hajde burra, edhe po e përfundojmë emisionin, me shikus tonë, po bisedojmë të ju thonë, miru pafshim në emisionin e radhës, ju përshëndesme edhe njëre në emën të grupit folklorik Pollogun nga Tetova. Faleminderit shumë. Edhe na shumë të përshëndesim juve. Faleminderit edhe për stafin krejt. Në raja ta qaja i vogën, si
therino me thik. Me jema pru doktorinat e Shkodrës Nanë moj me jema pru None